Hapim advent kalendarin nga Kinder & Co. Kinderin e dim kush është ky koja, do ta marrim vesh rrugës. Fillojmë me numrin 1 që nga goxha e gjatë, kemi pritshmëri të larta. Vazhdojmë me ndim sentime të vogël. Këtu mama. Ç'a kemi këtu? Kemi një çokoladë. Wow! Po këto çpifurat e nisët ju. Faktën të gjitha këto janë me çokoladë të bardhë që unë kam me të vërtet shumë qef, po nga kjo duplo. Kishe çuar në një të Kinderit tamam paktën. Hajde hape tani. Po sot në roj. Po që nga karamele bardhë, se këto te kalendari vjetër ishin të zeza. Ku është treshi? Hanuta! Hanuta, po hanuta të vogël, se mos e qonin pak më të madhe, se bëj shameti. Tani 4. Po, kjo 4 që nga më e vogël se të voglat. Do jetë prapë në një karamele me shumë mundësi. Wow, si e gjeta janë parashikuese se s'ka mundësi. E lëqojnë dorën me këto karamelet. Pesa, këto pesa. Po, mami, e gjete. Pesa që nga shumë e gjatë. Te pesa kemi pritshmëri shumë të larta. Më dhe duplo. Hishini ato pritshmëri që patëm hishini. As pak interesant si kalendar deri tani. Tani 6 të meshme, prap çokoladë, prap karamele që e thënë. E kemi mbushur aty plot me karamele me Kinder. Hajde se që nga një e madhe mama, që nga e madhe. Wow! Ska qenë komplet pa imagjinata ai që ka për këtë kalendarin. Vazhdojmë te teta tani. Mama, na thojnë që kush do karamelet vinë në xhiro nga shtëpia? 9. Ja, ku është këtu? Në një duplo tjetër, se është i gjatë. Na çuditni me një duplo. E çuditshme mama. Wow, një çokoladë ndryshe mama. Ku është dieta? Domethënë, thojeni vetë se me këtë madhësi shikojeni pak çfarë mund të jetë. Imagjinojeni. Ç'a është mama? Që nga një karamele. Vazhdojmë me 11-ën që nga prerja është hanuta, 100%. Unë s'po e shikoj, 3 deri tani. 12-a këtu sa kishti im. Mbushim kupën e karameleve. Çfarë është? Sa lumtur është Karina që pa një karamele tjetër.